si të faktoj me hartën elektorale, me hartën e ndarjes pushtetit lokal, i pangopur në politikën e përqendrimit të gjitha pushteteve në duar të tij, të centralizimit të plot, duke tejkaluar në disa aspekte dhe Enver Hoxhën, i pangopur në zbimin e shqiptarëve, genocidin e but ndaj shqiptarëve, ai ndërmori hapin tjetër ku në vend që të korrigjonte gabimet katastrofale të reformës së parë, vazhdoi me shkurtimin e 15 bashkive të tjera, duke ulur numrin në 41 bashki. Në 46 bashki, në 46 bashki. Kjo ka sjell një reagim të fuqishëm të banorëve të bashkive të shkurtuara, por dhe një reagim të fuqishëm të banorëve të cilët humben pushtetin vendor në mënyrën më të pajustifikueshme në vitin 2014. Edi Rama kërkon që çdo pushtet ta ketë në plën të dorës, kërkon të vazhdojë me tej zbimin e shqiptarëve dhe mbushjen e Shqipërisë me qytetarë të marrë nga Azia apo vende të tjera në aktin më kriminal, më antishqiptar.